Sezoni veror ka rritur ndjeshëm kontrollet në terren veçanërisht për konsumimin e mishit. Shërbimi veterinar në Shkodër ka dyfishuar numrin e inspektorëve në terren, duke monitoruar proceset para dhe pas therrjes. Sipas përgjegjësit të këtij shërbimi Mark Preqi, çdo mish i dal nga thertoret është i kontrolluar. Sina vers, domethënë ato problematikat e veta, detyron edhe shërbimin veterinar se të shtojnë masat kontrolluese kryesisht në thertore. Për këtë arsye, në shumë raste ne kemi dyfishuar numrin e veterinarëve që bëjnë kontrollin e kafshëve para therrjes, gjatë dhe pas therrjes. Emulojmë edhe ditë pushimit, kështu që mishi që del nga thertoret, që është me vulën e thertores, është plotësisht i kontrolluar dhe nuk ka asnjë rrezik për shëndetin e konsumatorëve. Po ashtu në bashkëpunim me institucionet e tjera po mbahen në monitorim edhe pikat kufitare, veçanërisht ajo e Hanit të Hotit. Ne kemi komunikim të vazhdueshëm, sidomos për kafshët që importohen, kryen procedurat normale, domethënë inspektimi nuk është se ka probleme, domethënë ato janë kafshë që sigurohen nga zona domethënë të sigurta, prej ku importohen, domethënë nuk ka asnjë rrezik se ato përcjellen sëmundjen prej ku merren në bagtit tona. Autoritetet theksojnë se kontrollet do të vijojnë me intensitet të lartë gjatë gjithë sezonit veror, me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore për qytetarët dhe pushuesit.